Leximi i ditës, Predikuesi kapitulli 5, vargu kyç. Mos u nxito me gojën tënde, dhe zemra jote të mos shpejtohet të thotë ndonjë fjalë para Perëndisë, sepse Perëndia është në qiell dhe ti mbi tokë. Prandaj fjalët e tua të jenë të pakta. Shpjegimi. Predikuesi 5 na mëson të afrohemi te Zoti me përullësi dhe respekt. Solomoni na kujton të dëgjojmë më shumë se sa të flasim, të mos bëjmë premtime që nuk i mbajmë, të mos i përdorim fjalët lehtë para Perëndisë. Ai paralajmëron se shumë fjalë nuk do të thotë më shumë urtësi. Shumë plane nuk sjellin domosdoshmëri shpaqe. Kapitulli flet edhe për një temë tjetër të rëndësishme, pasurinë dhe lakminë. Solomoni vëren se njeriu mund të grumbullojë shumë pasuri, por përsëri të mos jetë i kënaqur. Pasuria pa Perëndin nuk sjell paqe të vërtetë. Në fund, ai arrin në këtë përfundim. Një nga dhuratat më të mëdha të Zotit është të gëzosh me mirënjohje atë që ai të ka dhënë. Dhe pikërisht vargu 20 është një nga më të bukurit. Kur Zoti mbush zemrën me gëzim, njeriu nuk jeton i robëruar nga shqetësimet e së kaluarës. Lutu me mua. Lutja e reflektimit. O Zot, më mëso të vi para Teje me përullësi dhe respekt. Ruaje gojën time nga fjalët e nxituara dhe zemrën time nga krenaria. Më ndihmo të jem besnike në ato që premtoj dhe të jetoj me urtësi. Më ruaj nga lakmia dhe nga dëshira e pafund për gjërat e kësaj bote. Më jep një zemër mirënjohëse që gëzohet në dhuratat që ti më ke dhënë. Mbushe zemrën time me paqen dhe gëzimin që vjen vetëm prej Teje. Në emër të Jezu Krishtit. Amen.